Kandidati i opozitës për Bashkinë e Dibrës, Sherefedin Shehu, ka sulmuar ministra Gjiknuria Ahmetaj, ardhja të cilëve në këtë zonë pas rritjes së çmimit të energjisë dhe korrupsionit me hidrocentralin e Skavicës, sipas tij fyen dibranët. Gjatë takimeve me banor në Arrës, Katundi Ri, Hotesh dhe Rishani Epërm, kandidati Shehu shpjegoi prioritetet e punës së tij nëse fitoni 11 shtator. E para, të kryej shërbimet e domosdoshme për qytetarët, mbledhjen e mbeturinave. Problemi i dytë është sistemi i kanalizimeve. Do të largojmë ndotjen nga fshati dhe do të mbrojmë drinin nga ndotja. Përmirësimi i sistemit të vaditjes dhe në pranverën e vitit tashëm, sistemi ekzistues do të jetë plotësisht eficient. Ndërkohë, kandidati i koalicionit qeverisës Muharrem Rama takoi banorët e fshatrave Kishevec, Limian e Kander, të cilëve u premtoi se do të eliminojë problemet në shpërndarjen e ndihmës ekonomike. Aty ku të ketë nevojë të shkojë ndihma ekonomike, dhe do të them me bindje të plot me të marrë bashkinë, ndihma të shkojë aty që i takon. Për banorët e fshatit Limian, kandidati Rama premtoi investime në infrastrukturë. E di që problemi më i madh është rruga, që është shumë problematike. Ne do të fusim projektet e bashkisë tashme për bërjen e kësaj rruge me standarde. Pjesë e programit elektoral të kandidatit Muharrem Rama është edhe rikonstruksioni i varrezave të dëshmorëve.